Si t'i shkarkoni gazrat dhe të bëni pet barkun e fryrë me këta përbërës. Gazrat janë një gjë krejtësisht e natyrshme dhe e zakonshme dhe nuk ka asgjë për t'u shqetësuar. Për disa njerëz, era që kalon mund t'jetë edhe më e sikletshme, veçanërisht nëse jeni jashtë dhe rreth e rrotull. Ndonjëherë mund të ndodhë papritur dhe nëse keni lënë edhe të rrëshqas, mund të skuqeni në fytyrë në momentet e papërshtatshme. Por për disa njerëz gazrat mund të bllokohen duke shkaktuar parë dhe fryrje të stomakut. Për të ndihmuar në këtë raste, duhet të tregoni të kujdesshëm me konsumin e ushqimeve, të cilat mund të bllokojnë zorët tuaja. Prandaj, fryrja e tepërt mund të shkaktohet edhe nga keqpërdorimi i ushqimeve. Ekspertët këshillojnë vazhdimisht që, nëse vuani nga fryrjet e barkut, të konsumoni ushqime që ju përshtaten edhe me fibra për të përmirësuar tretjen dhe të evitoni gjithashtu ushqimet si brokoli, lakra dhe pije të gazuara për të evituar fryrjet.